Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për dekretin e presidentit të Republikës i shpallur pas ditën e sotme për zgjedhjet e pjesshme vendore, pra lokale, në datë 9 nëntor të këtij viti, pra edhe pak ditë, edhe fillon zyrtarisht fushata, një muaj që kanë partitë në dispozicion për zgjedhjet lokale. Betejë kryesore sigurisht do të jetë në Tiranë, aty ku është debati më i madh nëse presidenti duhet të shpallte apo jo dekretin për zgjedhjet në Tiranë, duke qenë se Erion Veliaj pas shkarkimit vulës finale që i dha qeveria, e dërgoi në kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e pezulloi në çdo veprim. Debati është hapur mes juristëve, Bega i qëndron dekretit, por çfarë do ndodh në vazhdim do të flasim me avokatin, mikun e emisionit tonë, Gylsen Zhdima. Avokat, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nuk do të lej të bësh pyetjen totale sepse titulli i fundit është a është i lishëm dekreti presidentit Begaj për sa i përket të dekretimit të zgjedhjeve ose të datës për zgjedhjet e pjesshme në 6 bashkime. Ajo që do them unë është vetëm kjo, avokat, duke qenë se është çështje juridike, po mundet ma shpjegosh ashtu sikur kemi biseduar edhe për në herë të tjera, sa më thjesht për publikun. Atëherë, të jemi të thjesht për publikun dhe mos të bëjmë asnjë, do thoya, interpretim në favor të njërës palë apo palës tjetër. Atëherë, presidenti i Republikës, kur bën një veprim juridik në aspektin e dekretit, sigurisht që ai që din të lexojë kushtetutën, edhe sikur ta ketë gabim presidenti i Republikës, duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese që dekreti i tij të pezullohet, pavarësisht se presidenti ka qenë në presion apo është në presion ose ka dashur vetë të bëjë një lajthitje juridike. Përsa i përket tani aspektit procedurial lidhur me Veliajin, mbrojtja e Veliajit ka depozituar në gjykatën kushtetuese brenda 15 ditëve nga momenti kur është shpallur ose është publikuar në fletoren zyrtare vendimi i Këshillit të Ministrave për sa i përket shkarkimin e tij nga detyra. Në atë moment fillojnë afatet proceduriale. Tani presidenti i Republikës, në aspektin juridik flas në këto momente, ka vepruar me vedije të plot në kundërshtim me kushtetutën. Po pse presidenti i kritikon, duke thënë që ai është po flas juridikisht tani. Pastaj më le të flas politikisht. Jo, e kam fjalën tek ana juridike, nuk qëndron në justifikimi argumenti i presidentit që e trajton kryetarin e bashkisë të Tiranës si në punën civil, që to duhet shkonte te gjykata administrative të ankohej, jo te kushtetuesja. Pra, jo, Telana do shkojë. Telana themi këtu ne te gjykata civile, se dikush mos ta di, në shkëputje marrëdhënieve të punës. Piko tani, të jemi realist tani me qytetarët, me ata të cilët na ndjekin bashkë. Ka puna presidentin. Atë kryetarin e bashkisë. Veliajin. Tani unë mendoj se gjithë kjo situatë është një situatë presioni, lufte, dhe këtu është pikërisht ajo që unë do të analizoj në pikpamje politike. Lufta brenda llojit Parti Socialiste është përfshi edhe presidenti i Partisë Socialiste që është zoti Bajram Begaj. Po avokat, mos e kanë përfshirë Klement Zguri me Ilir Usmajli, se më duket këta dy ka këshilltar ligjor atje, mos e kanë këshilluar këta. Sa i vetë është ushtarak. Tani ata të cilët ka ai, çfarë të them, ata që i ka tikzoft, po ata nuk janë asgjë përveç njerëz të cilët nuk kanë lexuar. Nuk e besoj që Ilir Usmajli. Po pse ju mendoni se presidenti i Republikës pyet këta të dy që the? Presidenti i Republikës zbaton urdhrat e Tiranës. I bie që të ketë dorëheqje presidenta. Mund të ketë dorëheqje. Jo, kush t'i jep dorëheqje, shiko, ku shkon ajo karrike aty nuk japin dorëheqje, më kupton. Po këshilltari me këtë emër, me këtë bagazh, background, mos më çote ata te emrat e atyre që kanë qenë shërbëtor politik dhe partijak të Partisë Demokratike. Dhe presidenti ka marrë ata individ, ose të Partisë Socialiste tani, sepse ata çfarë spret, pra ndryshim parti sipas interesit të tyre dhe jo sipas kushtetutës që t'i zbatojnë ligjet dhe aktet ligjore dhe nënligjore. Por ajo që unë besoj është kjo që presidenti
i Partisë Socialiste dhe jo i Kushtetutës, jo presidenti i Unitetit Kombëtar, jo presidenti i Popullit Shqiptar, ka vepruar në mënyrë të njëanshme duke favorizuar Partinë Socialiste. Zoti Begaj është antar i Partisë Socialiste, komentoni si të doni, do duket në të ardhmen se sa të dyja bashkë bëhet çfarë duash, interpretoj si të duash, unë po të them që ai është antar i Partisë Socialiste. Pioner si ai i gjykatës së lartë, ai tjetri që nga gjykatë kushtetuese në gjykatë lartë që në djathtas majtas. Prandaj unë dua t'ju them juve që vendi jon është në një rrezik juridik, kanoset një rrezik i madh ndaj sistemit juridik të vendit, ndaj gjykatave në Republikën e Shqipërisë dhe fajtor do t'jemi të gjithë pavarësisht apo jemi përgjegjës apo jo të kësaj ngjarje. Nesër do të lajthisi Begaj, do shesi Shqipërinë Rama te Serbia, edhe ju mos reagoni, thjesht rrini duke thënë që njëri dhe tjetri mirë ju a bën njëri tjetri, dhe kur shitet Shqipëria te Serbia, pastaj mos kërkoni kusurin tek opozita, sepse të gjithë ja vën fajin opozitës dhe në vend ja vën faji qeverisë dhe presidentit që është kukull i qeverisë. Tani nesër do na thën faturën që na mori Aleksandri i Serbisë dhe na bën nesër nere çat na do qefi. Bravo Aleksandri, se Aleksandri nesër mund të marrë Shqipërinë dhe po e mor Shqipërinë Aleksandri i Serbisë, do firmosti i pari Begaj kështu. Edhe fapa. Kështu është e vërteta. Po na çojnë dhe po na shesin Begaj Rama po na shesin te serbi. Këtë po them unë, inshallah gabofsha. Inshallah gabofsha. Kam frikë se nuk nga bëjt ndonjëherë, jo gjithmonë. Avokat, por tani çfarë mund bëhet për atë pjesë që mendon që presidenti ka gabuar? Edhe a ka ndonjë institucion tjetër ndoshta prap gjykata presidentin i Partisë Socialiste mos të shesi Shqipërinë, ky është qëllimi. Ky është e gjitha lajmi që ka dalë sot. Pra një president i rrezikshëm që do shesi Shqipërinë tek Serbia, e kupton çfarë po them? Po, është më e rëndë kjo që i ka ndodhur Veliaj. Dgjoj, këtë që thoni ju, tezën unë e kuptoj. Mirë, prit me Kosovën. Shiko se do ta bëj Bega, i pari. Paf. Dhe mos ndal nacionalistët nga studiot, edhe të flasin për Shqipërinë. Le çfarë do flasin, do them budalliqe me ok. Prandaj, të shkojmë tani te rasti konkret. Unë dash me gjykata kushtetuese. Inshallah gabofsh edhe një herë. Gabofsha. Mund ta përfitojë gjykata kushtetuese dekretin? Gjykata kushtetuese sipas nenit 45 mos gaboj, e pezullon me kërkesën e palës që është kërkuese, rasti Belia mbrojtja e tij. Jo, mbrojtja e tij sepse dekretin e zgjedhjeve. Dekretin e zgjedhjeve sepse duke qenë në kushtet që edhe ankimi i zotit Veliaj ka përparësi në dekretin e presidentit, mbrojtja e Veliajt mund të kërkojë në gjykatën kushtetuese pezullimin e aktit, sepse dëgjoj tani, ka një kleç, ka një interpretim. Çfarë interpretim ka gjykata kushtetuese në ligjin e saj për organizimin dhe funksionimin në nenin 45? Që do thotë, aty thotë pezullimin e ligjit, pra të një ligji të posaçëm ose një ligj që po është fut në fuqi, ose të aktit. Ne me akt nuk kuptojmë çdo gjë për sa i përket pjesës së juridike të aktit juridik që ka të bëjë me atë që gjykata kushtetuese e ka për detyrë të hetojë nga pikpamja e papajtueshmërisë me kushtetutën. Dhe e ka shumë të hapur aty aktit. Dhe akti edhe dekreti përbën një akt. Tani, a është për disa një akt që e ka në shkyrtim gjykata kushtetuese, a e ka gjykata administrative? Për mendimin tim, për ata të cilët janë jurista dhe respektojnë veten e tyre në parimin, por edhe me atë çfarë kanë lexuar, në këto kushte që jemi, për shkak se kemi të bëjmë me një shkarkim të një individi që është kryetar bashkie, sigurisht që edhe dekreti i tij pjesërisht, jo për bashkitë e tjera, pjesërisht mund të shpallet i pavlefshëm, sepse zoti Veliaj duhet të gjykohet rasti i tij në gjykatën kushtetuese, pasi të dalë vendimarrja e gjykatës kushtetuese me korum pa korum, dhe pranojnë apo jo nuk e pranojnë,
atëre, se janë dy gjëra të ndryshme këto, mund ta pranoj dhe të rrezoj kërkesën, mund mos plotësoj quorumin edhe prapë plotësohet kërkesa jote dhe pastaj vazhdoj me rregullimin ligjor që ka të bëjë me zgjedhjet të parakohshme të Tiranës që shpall presidenti i Republikës në momentin ku shprehet gjykata kushtetuese, sepse dekreti jot është i pezulluar. Pra, e shikon kush është loja. Loja është kjo. Presidenti shpall dekretin. Në 5 bashki, presidenti është shumë okay që duhet t'i shpallë. Pra, ai dekret pjesërisht është i vlefshëm për bashkitë e tjera, por është i diskutueshëm, i negociueshëm, i interpretueshëm nga kush organ? Jo studiove, vetëm gjykata kushtetuese. Pra duhet të ishte drejtuar gjykatës kushtetuese. I mos thoshte që më s'ka dhënë afati 48 orë që duhet shprehem nga njoftimi i kryeministrisë. Presidenti i Republikës, antari Partisë Socialiste ose presidenti i Partisë Socialiste në dekretin e dal sot ka bërë detyrën e tij për 5 bashki të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme të pjesme lokale me datën 9 nëntor. Por për presidenti duhet të mos kishte përfshirë Tiranën. Por e ka përfshirë. Pra, do të thotë që zgjedhjet e Tiranës janë në pikpyetje, zgjedhjet për qytetet e tjera do të zhvillohen normalisht dhe pa asnjë rezervë. Mund kemi 2 bashkiak sipas gjithë kësaj që po shkon, por avokat, çfarë ndodh nëse gjykata kushtetuese e pezullon dekretin e presidentit, e rrezon, atëherë i bie që të shkrihet presidenti fare. Duhet mos edhe një sekond. Nuk do të pezulloj të gjithë dekretin. Jo, për Tiranën. E kam fjalën për Tiranën. Nëse e rrezon për Tiranën, çfarë ndodh me presidentin? Pjesërisht do të pezulloj pikën përkatëse për bashkinë e Tiranës, edhe aty bashkia e Tiranës do të jetë në një moment tjetër ku do të bëhen zgjedhjet. Pra, për bashkitë e tjera rregullisht vazhdon. Pra, këtu të jemi të qartë. Por për bashkinë e Tiranës nuk pati guximin presidenti i Republikës t'i thotë Këshillit të Ministrave, kryeministrit, unë Tiranën nuk ta përfshi, po të gjithë bashkitë e tjera t'i përfshi. Avokat, se e di pse ndodh diçka tjetër. Rasti me dekretin ka paragjykuar vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Pra, të gjithë sot flasin për shkarkimin e Erion Velis. Sa thotë Velia në një nga argumentat që ka paraqitur mbrojtja. Po, të gjithë aktualisht flasin për shkarkimin e tij. Nuk është shkarkuar zoti Veliaj, sepse shkarkimi vjen kur shpreh gjykata kushtetuese, ose kur zoti Veliaj nuk do ta ankimonte në gjykatë kushtetuese këtë dekret dhe do ta lente që ky dekret të mbaronte afati procedurial dhe presidenti të shpallte ato që ne themi zgjedhje, pra datën e zgjedhjeve. Por më lejoni edhe një herë t'ju them që presidenti i Partisë Socialiste, që nuk është presidenti i Shqipërisë, se ai kur nuk do të bëjë një detyrë shtetërore për interes të kombit shqiptar, por ai jam i bindur që do ta shesi Shqipërinë te serbi. Mbaje mend që po të them, do ta shesi te serbi. Nuk e di a e ka shitur edhe nuk na ka dalë akoma, por ai do ta shesi te serbi. Është shumë e rëndë kjo që po të them. Dhe po e shiti të serbi, nuk e di se si ne duhet ta ankimojmë atë vendim të atit në rast se shet Shqipërinë te serbi, bashkë me këta këshilltarë të cilët ka aty që i marrin nga 150 rroga që janë jo këte, jo ande, po krejtësisht të pavarur, ku ndërkohë kanë qenë shërbëtor partjak. Mirë, pra do të thotë që presidenti në këto kushte ka vepruar në interes të Partisë Socialiste. Mundet edhe të Aleksandr Vučićit, mundet, nuk e di. Po të mbetet për të parë. Po aludoni shumë, avokat, jo, më jep edhe Unë kur them në gjë publikisht jam i bindur për atë që them, nuk e them kot. Okej, koha do vërtetoj. Deri tani me ato që keni artikuluar, koha ju ka dhënë të drejtë.
Tani, unë kam dhe E di, inshallah, në një moment të dytë inshallah mos ndodh ajo që po të them. Kam dhe një pyetje të fundit, Nuk po përfshi për rastin e Veliajt, nuk është vetëm rasti i Veliajt. Unë po të them që ky president është i rrezikshëm për interesat kombëtare në raport me Serbinë. Edhe një herë po të them. Ta mendojnë mirë ata socialistat ose rilindasit, të cilët mendojnë që presidenti është i pavarur. Avokat, po pse nuk është i pavarur nga Beogradi? Kemi Greqinë poshtë. Pse morët shembull Serbinë? Se Serbia ka interes për Shqipërinë, jo Greqia as Italia. Dhe të dish diçka që t'ja themi opinionit publik, kur Italia dhe Greqia kanë presidencën e Bashkimit Evropian, të dish që Shqipëria është më e favorizuar në tendera, në projekte e në favore të jashtëzakonshme. Dhe Greqia dhe Italia antare të NATO-s dhe nuk mundet kurrësi antar të NATO-s dhe derisa është të NATO-s të kenë këto mendime. Ato mendime kishin ata që dilshin që do shpërthemin në 2011, do bonin namin, Shqipëria kështu dhe përfunduan analist nga Gjermania duke bërë analiza. Avokat, kupton? A mendoni ata e shitën kauzën e shqiptarëve. S'ka nevojë të vi juaj në Shqipëri. Vetë ata e shitën dhe bën analistat nëpër studio, duke qenë në distancë. Mendoni që prandaj po them, edhe Begaj, edhe ata analistë të cilët bëshin patriotët, nesër e shesin Shqipërinë tek Serbia. Mirë, me dy duar. Ka pas një takim avokat këto ditë, Begaj me të ngarkuar me punë të SBA-s, Nenzi Van Horn, në mos gaboj, këto ditë. Po mendoni që mund të ketë qenë edhe kjo puna e dekreteve në diskutim mund ta ketë vendosur dienia si ku qysh tek apo jo? Orientimi i linjës Trump është i qartë tek zoti Begaj dhe te çdo ministër që ajo takon. Ajo po përcjell mesazhin e Trumpit, Begaj nuk do të respektojë çfarë do të thotë ajo, sepse këtu duhet të kesh parasysh diçka. Kur Yuri Kim nga ambasadorët të përfundoi drejtoresh të një kompanie, më kupton? Ajo nesër çfarë do të përfundojë ty? Në një drejtoresh me një kompani tjetër. E kuptove? Pra Begaj e nënvlerëson, ndërsa këta të opozitës akoma arrin edhe flenë gjumë. Pra do të thotë që takimi ishte krejtësisht institucional, u tha qartazi që po ne duhet të respektojmë dekretin, sepse nesër Amerika këtë gjë do të thotë. Nuk do thotë Amerika unë nuk bie dakord me dekretin. Sepse kjo është linja diplomatike. Por ajo që duhet të jetë shqetësuese për shqiptarët është përse administrata e re Trump nuk uroi Ramën ashtu siç duhet ta kishte uruar. Kur vetë ish sekretari amerikan i shtetit, Blinken, e uroi Ramën akoma pa dalë rezultate përfundimtare. Dhe Rubio as e ka ngrej telefonin me marr për me e uruar dhe përveç kësaj Begaj shkoi në OKB, Rama s'ja mbajti dhe Rama vajti në Kopenhag, ndërsa Begaj është në Tiranë duke bërë lajthitje juridike. E kupton ku jemi? E kupton çfarë situate jemi? Prandaj po them që Begaj është i rrezikshëm që të shesë Shqipërinë në Serbi, po gjithmonë në komunikim me Ramën. Avokat, e rëndësht, po boni gati. Diçka do ndodhi se s'ka nga ta luaj. Për këtë, në hollët sonde këtë tetë dhe për pjesën e Amerikës që ju keni bërë një zbulim dhe keni një interpretim për shikuesit, po një thënë që do të tasim në bisedën e radhës. Do ta lëm në një moment tjetër që të kuptojnë disa individ që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk përfaqësohen nga individ të cilët shkojnë nesër edhe bën lavatriçe Edi Ramës ose bën shërbëtor të Edi Ramës duke i favorizuar në një vend si është Vlora aty ku çuan disa anije aty për të na zhvatur nga lekët neve. Mirë, tani ju do të shikoni në të ardhmen se si administrata e Trumpit ka marrë iniciative dhe në vendimarrjet e veta se si disa veprime që kanë bërë njerëz të Blinken në kurrizë të interesave të popullit shqiptar, duke mashtruar popullin shqiptar për atë që ne kemi thënë gjithmonë, çfarë? Mashtrimi që ishte me rastin e Dumanit, e mani mend shumë mirë, që u hoq Dumani sikur ishte amerikan dhe normalisht Dumani ishte kujt? I Sorosit, i Ramës
dhe Yuri Kim, po jo amerikan. Teza juaj. Jo teza ime, ajo është fakt konkret dhe u treguaj qartë. Tani uroj që Dumani, përveç se arrestoi Velien, duhet të arrestoj dhe Begajn, dhe jo të arrestoj Begajn kur zbresin nga karrikja e presidentës. Atëherë s'quhet drejtësi. Atëherë që quhet diçka me komand, pra ta kam dosin këtu, të maj zvarr, të maj peng dhe kur të më peket mua, mos themi në një fjalë tjetër. Pra, e kupton që është drejtësia amerikane, është e vërtetë. Apo shpërdorin detyre që mund ndërhyjë spaku në këtë rast. Zoti Begaj, në rast se do të procedohet penalisht, do të procedohet shpërdorim detyre në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal, por deri tani në këto momente nuk e lejon organi i Partisë Socialiste që ai person të arrestohet dhe të procedohet penalisht. Por zoti Begaj do të procedohet penalisht dhe jam i bindur që do jetë një ndër presidentët që do të gëzoj burgun nga momenti kur do të zbresin nga karrikja në çdo moment. Pra, ju duhet keni parasysh që ai president është i rrezikshëm, edhe një herë po them, është i rrezikshëm. Presidenti më i rrezikshëm në Republikën e Shqipërisë quhet Bajram Begaj. Është i rrezikshëm, jo i rrezikshëm për veten e tij apo Partinë Socialiste, por i rrezikshëm për popullin shqiptar, për interesat kombëtare. Prandaj unë uroj ta kem gabim, uroj ta paragjykoj, uroj të them që po jam paragjykues edhe kam thënë diçka që nuk është e drejtë, por ajo që unë dua të them tek ju është kjo, që zoti Veliaj aktualisht është kryetari i Bashkisë së Tiranës, është në kryet e detyrës pavarësisht se është në mas sigurie, dhe dekreti i zotit Begaj pjesërisht është i pavlefshëm, por gjithmonë në kuadrin e një bashkëpunimi që ka ai me partinë e vet që përfaqëson partinë e vet në presidentën e Republikës së Shqipërisë. Prandaj për mua e them shumë qartë tek njerëz që na ndjekin, prandaj e thash me kaq fjalë popullore, ta kuptojmë gjithë bashkë që ai nuk është presidenti i Republikës së Shqipërisë. Pra, të qenurit president ka diçka më të madhe se sa të qenurit një shërbëtor i Partisë Punës, i Partisë Komuniste, i Partisë Socialiste, i Partisë Rilindjes dhe të gjithë atit sektit që ai përfaqëson në atë që ne quajmë tek presidenca jon e gjithë popullit, po përjashto atë se ai normalisht besoj se duhet jetë serb. Një serb bën një veprim të tillë, kurse si një shqiptar. Avokat, falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe uroj që Serbi të zhduket sa më parë nga presidenca e Republikës së Shqipërisë. Falenderoj shumë avokat për analizën dhe komentet. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën.